guzon të shfaqja ideali para vllajt? Këtë knatësin? Këtë knatësin a guxen djemë të shfaqin. Jo, po shkop me veti, s'ka kjo, jo. E ka shikimin vrastar. Unë jam veçanërisht i kujdesëm që për te shakave të di kufirin, ku ndalot kufirin dhe ku fillon ai tjetrit. Po ta thot bukur, do me mheq qafe, do me mheq qafe, po ta thot bukur. Kur flasin, unë bëj vazhdimisht gjë se sem me të. Por është që fyrë se një herë në është që fyrë se në ndodhe një herë që shkon dikush ka prapa, i tha, kështu kështu, thaj, dashur jo, pëqume, kam parë duke folë një gosën e tjetër, tha, lërë atë. Që thanë kjo, qëtëso, kur këtëm, ashtë këtë, thash atit, Po nga ana jote, ka ndoj partnere, dikush që mund ta ketë marrë zemrën? Ju do të tregoj vetëm një rast. Kishte takuar një gacë, edhe gjëja që më bëri përshtypja. Qëra, do më thënë gjitha ndë janë që kushtojnë, dhe unë dhe vllai ndajmë qëra në shtëpisë normalisht. Dhe faktikë është se kjo gaca, do më thënë sa kishte bërë 1 muaj, edhe kishte filluar të jepte të bënte ligjin, e kupton ti du të bësh këtë, du të bësh këtë. Edhe ky ma tregonte, po unë vetëm qeshja, e kupton. Dhe kishte thënë, motra jote, du gjë një sistemim tjetër, akomodim tjetër, ne kështu. I thashë, po nga erdhi kështu. Kjo ka budalla çfarë thash. Kjo s'pas ka marrë vesh ku ka ra goca. A deshe me herë me me një muaj. Agroni se lejon këta, a? Ose që pas ta mbyllja ishte që sa të shkojme një pak dhe të bëm vjen të keqe edhe sa po më dërgon të këparku për të milion. Absolutisht, thash. Po ishte ambienti... Absolutisht po. Absolutisht po, po pritë ta them bukur tani. Ta bëjmë pak më romantike edhe ndarje në park me një piknik aty pak bëjmë. Pas ta kjo më thot, qa bërë? Edhe po gërthiti mund ta lësh aty në mes dhe ti. E kupton se kjo është. Më tha, qa bërë? Thash, sinqerisht, ajo për rrugë të saj, të teme. Po tha gudzove, tha, ko më lënë në teme. Vllai ka këtë që kur kam lënë mami, kur kam qenë vogël, se vllai ka qenë shumë e lidhur me mami. Dhe thotë këtë do më thënë me gjitha të... Nuk kam shien këtë rast, që ka në me gjithë situatat që mund vjerë keq, sepse kur je përsirë në ndjenja, krijon edhe trishtime. Sa ke pas të vështirë largimin edhe t'jesh larg nënës specifikisht me të cilën pas ke qenë shumë i lidhur? Nuk mund të shprehet seriozisht me fjalë, sepse jetonin me dhe në një botë ku shifje të gjithë moshatarët e tu, shokët e tu, gjithë ishim bashkë, si që ishte edhe këtu, ndonë se tek ne me një liri që ju nuk e kishin base, në një farë mënyrë duke qenë se Kosova nuk ishte endelje, por për shembull në shkollë, në gjithçka, ishim të njëjtin ambient, të njëjtit njerëz dhe kam vazhduar për muaj në mos për vite. Gjithçka që bëja, kthehesha prapë pa dashur natën dhe rrugtoja fshatit tim. Dëgjohesh shpesh me nënën në telefon edhe gjatë kohës kur ishte në Itali? Jo, nuk ishte mundësi, fatkeqësisht se patëm një shkputje. Për sa kohë? Për arsye, sa ishin mirë dhe në 4 vite. Kanë qenë shumë, domethënë ishte çment faqe, nuk e din se ku jemi. Po, pas 4 viteve, kur dëgjuat, si ishte reagimi? Nuk e besonte dot, fatkeqësisht ende pa u gëzuar, kuptuam se kishin ndodhur shumë gjëra negative, kështu që kaluam nga një situatë kënaqësie në një tjetër të tmerrshme, sepse kishin njerëzit kishim humbur, domethënë familjarët tanë, vllajra edhe shpeshherë nuk njerëz, se kishin bërë krime nga më ndryshme, ishin vërtet mendoj që kur është kthyer, domethënë ka qenë një situatë shumë kështu. Nga këndvështrimi im ishte një mënyrë kreti pa civilizuar sjelljes njerëzve. Ishte edhe kjo që nga një mbyllje e plot, në një njëri që nuk ja njihnin kuptimin, dhe njerëzit në vërtet ka qenë një pjesë shumë e keqe, domethënë për zonën për gjithë. Ka qenë shumë kështu periudha e 99-ës edhe kur domethënë ndodhi që dramar moment. Ndoshta edhe ishte më mirë. Të janë momente, kjo është historia që se cili njeri mund të ketë momente të tilla të humbjeve në jetë apo edhe përjetimeve jo të mira, po e bukur është i keni kalu dhe e keni pas duket për herë njëri tjetrin. Frankl thoshte një gjë, domethënë është një psikoterapeut, thoshte
ne gjërave duhet të gjejmë një motivin për të kaluar gjërat, se gjërat ndodhin, do humbim njerëzit e dashur, por duhet gjejmë një motiv për të arritur, për të kapërcyer. Dhe kjo është, ndoshta kemi gjetur motivin për të përballuar edhe jetën, sepse tani o do së kombosh, domethënë, ose do lësh veten të ikësh,